Në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetin Ismail Qemali po zhvillohen zgjedhjet për dekan pasi këtë post e mbante deputeti Azamir Asina. Gara zhvillohet mes Evelina Bazini dhe Florian Miti. Në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit Ismail Qemali po zhvillohen zgjedhjet për dekan pas dorëheqjes së ish-dekanes së Fakultetit të Ekonomisë, Zamir Asina, e cila u bë deputete dhe la të paplot mandatin e saj. Ky proces po zhvillohet për 3 vitet e mbetura të mandatit dhe përbën një nga zgjedhjet më të rëndësishme për drejtimin e këtij fakulteti. Në garë janë 2 kandidatë, Evelina Bazini, pedagoge e Fakultetit të Ekonomisë, dhe Florian Miti, shef departamenti në Fakultetin e Ekonomisë, të cilët garojnë për të marrë drejtimin e Fakultetit të Ekonomisë për pjesën e mbetur të mandatit. Procesi po zhvillohet në ambientet e universitetit, ku të drejtë vote kanë 26 pedagogët e Fakultetit të Ekonomisë, ashtu dhe student të këtij fakulteti. Sipas anëtares komisionit zgjedhor, Fiora Alba Latifaj, pjesëmarrja ka qenë e lartë, çka tregon interesin e komunitetit universitar për drejtimin e ardhshëm të fakultetit. Në tanishme procesi ka qenë tepër i qetë, goxha i shëndrueshëm, mirë pas pjesëmarrje të lartë, sidomos nga ana e studentëve, edhe stafi akademik është paraqitur një pjesë e tij. Procesi po ecën mirë dhe shpresojmë vazhdoj kështu deri në fund. Sot votohet për drejtuesin e Fakultetit të Ekonomisë. Po janë 2 kandidatë. Orari zyrtar është deri në 4, por nëse do ketë rradhë studentësh, ne pastaj patjetër që do presim të votojnë gjithë dhe do japim të gjithëve të drejtën për të shperur vullnetin e tyre. Pjesëmarrja është mirë deri tani. Është goxha mirë. Me sa po vëmë re, siç mund ta shikoni dhe ju për pjesën e njerëzve që po presin ende për jashtë, ka goxha. Votimet po zhvillohen në mënyrë të qetë dhe transparente dhe do të vijojnë deri në orën 14, kur pritet të mbyllet kutia e votimit dhe të nisë numërimi për shpalljen e dekanit të ri.